se ne flasim shumë më tepër për çështjen e spakut e gjykatës posaçme që godet politikanët dhe shumë pak flitet për atë që ju thatë që publiku e ka humbur aksesin në drejtësi. 90% e çështjeve tani që janë çështjet e publikut, ne me këtë reformë që bëm, është bërë pothuajse e pamundur të marrësh një vendim në kohën e dur nga gjykata. Gjithë për të kontrolluar këtë luftë politike ndaj njëri tjetrit, lanë gjithë popullin pa gjykata? Prandaj e bëra gjithë të analizë që mazhorancës Edi Ramës dhe bandës së tij kriminale nuk i intereson që një qytetar duhet prej 15.6 muajsh të qëndroj për të marrur një vendim në një proces civil, në plus minus tyre viteve në një proces administrativ dhe 6 deri në 7 vite për një proces penal. Këto janë rekorde në fakt në sistemin e drejtësisë, se edhe në atë drejtësinë e keqe që e quajnë këto, një çështje civile me gjithë vonesat e veta, shkonte maksimumi 4 vite. Pra sot jemi 15.6 vite në 4 vite. Nga ana tjetër, unë nuk di nëse ka një qytetar shqiptar me minimumin e nivelit qoftë arsimor, po qoftë të nivelit logjik, se si mund të thotë që një gjykat apeli është shumë më mirë se 6 të tilla për të shërbyer qytetarëve të saj. Sepse ne kishim 6 gjykata apeli dhe secila kishte disa qarqe të cilat i zgjidhin problematikat, për shembull pjesa e Veriut në Shkodër e tjerë. Sot vim mbas eksperimentit që këto e pan që ishte një eksperiment i dështuar me gjykatën e administrative të apelit, ku akoma i nderuar edhe për interes të publikut gjykohen çështjet e vitit 2018, ne jemi sot në 2026, këto bën të njëjtin eksperiment me gjykatën e apelit, pra mbyllën apelet në gjithë reobligën e Shqipërisë dhe lanë vetëm apelin në Tiranë, dhe duke i mirëkuptuar në fakt të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, se nuk është problematika e tyre, është problematika e këtyre sharlatanëve të KLG-s, të KLP-s, e të gjithë këtyre institucioneve të reja të drejtësisë. Po të atyre që erdhën, që na këshilluan, që thanë që patjetër duhet bërë kështu si u themi ne, që i kërcënuan një nga një deputetët derisa votuan, se këtu janë të gjithë. Këto janë banda kriminale, të gjithë institucionet e reja të drejtësisë, e treguan dhe me rastin e